ishdash që për shembull në Kosovë, sidomos në aspektin e sigurisë kibernetike, në aspektin e mbrojtjes, të jetë të ngritën kapacitetet, apo në atë që quhet në anglisht cyber defense. Çfarë i bie cyber defense? Cyber defense, kjo ka të bëjë me sigurinë kibernetike në fushën e mbrojtjes. Në rrjetat ushtarake, forca sigurisë Kosovës duhet të ketë për shembull, rrjeta plotësisht sigurta, komunikime plotësisht sigurta, dhe komunikimet do duhet të ishin të mbrojtura. Për shembull, sipas ligjit klasifikimit të informacioneve në Kosovë, për shembull janë 5 persona që kanë qasje në informata top secret, kur është fjala për informacione që janë shumë të mshefta. Këtu hyn për shembull presidenti i Kosovës, kryeministri i Kosovës, kryekuvendari e tjerë. Dhe idealja do të ishte që komunikimet sensitive, sepse ju mund të keni edhe komunikimet që nuk janë sensitive, ato mund bëhen në mënyrë të hapur. Mirë po, komunikimet sensitive të janë komplet enkriptuara, ashtu që të mos ketë qasje, askush. Kështu që unë shoh një nevojë, Kosovë, sidomos në aspektin e sigurisë kibernetike në fushën e mbrojtjes, që të ngritin kapacitetet. A mund të na tregoni si ngritin kapacitetet? Çfarë ka nevojë praktikisht të investohet në gjëra, pra mjete të ndryshme, në sisteme, në çfarë? Në të gjitha, duke filluar nga faktori njeri, trajnimet për njerëzit, ngritja kapaciteteve, në fushën e sigurisë kibernetike në një kohë kur inteligjenca artificiale, vetëm sa po e zmadhon këtë problematik, këtë rrezik pikërisht. Sepse, siç e tham, në sigurinë kibernetike vetëm mund të menaxhohet risku, por nuk mund të kemi siguri absolute. Kështu që për ta menaxhuar riskun kibernetik, nevojitet sisteme të mbrojtura, hardware, software, mirë po edhe ngritje e vetdijes edhe trajnime për faktorin njeri, sepse gjithmonë vjen te faktori njeri çështja kryesore. Kështu që nëse shikojmë për shembull rolin e inteligjencës artificiale, kjo, sidomos në fillim në këtë periudhë tranzitore të inteligjencës artificiale, kur është duke u adoptuar në masë inteligjencë artificiale, duhet kemi shumë kujdes, sepse kjo e rrit riskun kibernetik. Të gjitha aktorët botror që punojnë në krijimin e modeleve të reja për inteligjencë artificiale, aktualisht janë të fokusuar që të bëjnë këto më efikase për të na ndihmuar në punë të ndryshme, mirë po jo edhe në aspektin e sigurisë kibernetike. Kështu që nevojitet pak kohë derisa sistemet e inteligjencës artificiale të janë më të trajnuara në aspektin e sigurisë kibernetike. Kështu që për këtë arsye risku kibernetik është gjithmonë në ngritje. Mirë, ne flasim për ngritjet kapaciteteve nga fuqi të mëdha, në këtë rast qoftë Rusia, Kina, por edhe vende tjera që mund të jenë dashakeqe në raport me Republikën e Kosovës. Nuk flasim fort për ngritjet kapaciteteve, por për përdorim të kapaciteteve të mëdha që i kanë në raport me shtetet tjera. Pra, je një shtet i cënuar praktikisht duke mos pasur këto kapacitete. Ju thatë që duhet të ketë kapacitetet të mbrojtjes të krijohen të reja. Në raport me institucionet kyçe, brenda sa kohe do të mund të arrijë një gjë të tillë? Edhe sa do të jetë investimi, a mund të kemi një farë ideje kështu, qoftë në sisteme të reja të mbrojtjes, pra për sulmet kibernetike, të forcimit, se nuk është se mund të evitosh komplet, apo jo? Po, deri tash Kosova është mbajtur mirë në aspektin e sigurisë kibernetike dhe mund të themi që edhe në aspektin njerëzor kemi kapacitetin në ngritje, sepse sot kemi kompani të ndryshme të cilat japin shërbime për shtetet e jashtme në këtë fushë, në fushën e sigurisë kibernetike. Nëse keni pa një statistikë, për shembull, gjatë 4 viteve të fundit është katërfishu eksporti në fushën e ICT-s, aty hyn edhe siguria kibernetike. Kështu që kemi talent, të jashtëzakonshëm Kosovë, edhe në këtë aspekt kapacitetet vetë se janë duke u ngrit, edhe Kosova ka arrit shumë në ngritjen e kapacitetet. Mirë po, duhet të punohet edhe më tej në këtë fushë, sepse siguria kibernetike, gjithmonë e ma shumë vetë se
po shtohet si problem. Dhe risku kibernetik veç po rritet. Kështu që menaxhimi i riskut kibernetik bëhet vetëm nëse, domethënë, investojmë në ngritjen e kapaciteteve. E thash, e përmenda te Ministria e Mbrojtjes, për shumë arsye, për shembull Kosova nuk është ende në NATO, përderisa për shembull Shqipëria është në NATO dhe ata veç se kanë filluar që të ngrisin kapacitetet në fushën e mbrojtjes për sigurinë kibernetike, sepse këtë e kërkon NATO. Dhe do duhet që Kosova, edhe pse nuk është ende pjesë e NATO-s, mirë po aspiron që të jetë pjesë e saj, që të filloj të punoj, domethënë, në këtë kapitull, në kapitullin e sigurisë kibernetike që parashe traktati NATO-s. Mirë, ju folët pak për kapacitetet që mund të krijohen, për në anën tjetër, në vetë video audion që pam, për në video në realisht, u dëgjohet me zë kryeministri, aja ty flet për sulmet hibride dhe ironikisht ajo është pjesë pra e një lufte ndaj ti në këtë rast, e cila mund nuk e dim prej 11 shkurtit e deri tash nëse ka pasur ndonjë komunikim tjetër, nuk do të lëshohemi në spekulime, por edhe njerë a besoni që nëse nuk aplikohen protokolle të sigurisë, qoftë në base edhe më bazike, shifet, numrat, a korespondojnë ata që keni, adresat, a mund të rrezikojnë sigurinë e përgjithshme? Protokollet e sigurisë duhet të aplikohen. Për shembull, kemi protokolle të ndryshme, për shembull, Unioni Evropian ka protokoll të veçantë për komunikime në mes të liderëve botëror, quhet EU Resisto. Mirë po kemi edhe në NATO, domethënë protokolle që parashihen për komunikim. Dhe është mirë, çdo që Kosova domethënë të shqetësojë në këtë aspekt që meqense edhe Shqipëria është domethënë në NATO dhe të shfrytëzohen këto protokolle domethënë të sigurisë, ashtu që domethënë të jemi të përgatitur plotësisht edhe për një antarësim domethënë të mundshëm në NATO. Vlen të theksohet që Forca e Sigurisë Kosovës veç e ka ndërtuar një qendër për sigurinë kibernetike, mirë po kapacitetet janë ende në ngritje dhe unë mendoj që duhet të shpejtohet. A mund përdoren ato kapacitete për te, se ato janë për Forcën e Sigurisë Kosovës, por